policia ka probleme, por asaj bashkëshera parë, por në ligjërat të drejtë unë kam thënë që në policinë e shtetit duhet bjerë një tërmet që të plasarisi godinën. Të bëhet godina me plasaritje, jo individët. Unë jam në respekt të gjithë atyre punonjësve të bazës, që punojnë ndoshta për bukën e gojës, por policia e shtetit goditjen për mendimin tim profesional, përfundimtare në aspektin e inkriminimit e ka marrë në kohën e ish-ministrit Samir Tahiri. Pa dash ta politizoj problemin. Nuk ka qenë orientimi Samir Tahirit të kanalizimit i Shqipërisë, fillon vertikalisht, kuptohet, por përgjësia i ngeli Samir Tahiri. Pa një polici që ka rojtur rënjë të Ashasit, ka marrë para Ashashit paligjshme, ai më në punë shteti nuk bëhet. Jo vetëm pse ka marrë mitmarrje. Problemi është ai ka kaluar një kufi moral. Është bërë otak me drogën. Po dakord, po ne jemi shumë vite pas, janë ndruar pafund ministra, janë ndruar pafund krye policë. Çfarë kush ndruar nga detori qartë? Kanë ikur nga puna pse ndrimi quanti konkurroi këtu i këtë. Po krye policët qendror janë ndruar. Po puna më ndrua detori përgjithshëm. Ministrat e brendshëm janë ndruar. U ndrua detori përgjithshëm dhe u bë mrekullia thoni Jo, po them që cili drejtor qarku, ma thoni, shtroj si sfidë, cili drejtor qarku ka përfunduar në burg ose ka ikë nga puna të paktën. Rokat, shko shef krimesh, shko drejtor krimesh, kush ka ikë? Nga krejt. Policia është frym në fakt. Po ta shohësh, domethënë dhe fryma fillon tash, ai polici nuk është budalla. Të paktën policia unë jam inxhinier në profesion të parë. Profesioni i dytë është ekspert kriminalist dhe ushtoj profesionin ekspert kriminalist. Di çam ka bërë policia më? Sepse një inxhinier nuk ka nevojë për policinë që në kuptimin intelektual të fjalës. Po policia më kanë pref intuitën. Pra policët janë njerëz me shumë intuit. Në moment që ai shikon sipër, ashtu vepron dhe poshtë. Po ata që mund të duken aq negativ, nuk flas për policë tani që nxjerr, policia ka qenë ditallet dhe ndoshta është në ditallet. Policia nxjerrin njerëz në prit për vrasje, vetëm policë nuk e kanë emrin. Janë më kriminalë se kriminalët. Nuk ishte lozha ai që bëra, domethënë, ishte dhe ajo nuk është thjesht meritë e policisë ai 80%. Ajo është kodi penal. Çfarë duhet bërë në këtë lloj situacie? Tërmet, policia do reform nga zero deri sipër. E po kanë halle të tjera. E lan testin e drogës. E lan testin e drogës. Të kthehem unë te policia. Skimera. E lan testin e drogës. Se e lan, njëri ditë dilnin kështu, jo po ishte me zemër, me prolaps, e kuptonte edhe ilaçet e zemrës i jep. Pse e lan testin e drogës? Se ka narkoman plot në radhë të policisë. Droga shitet si rigon, është shprehja ime, e kam ekskluzivitet domethënë. Droga shitet si rigon mes Tiranës, kokainë flas, nuk tas për ashash. Kështu që në këtë kuadër domethënë ta servirin kështu në lokale, kështu në ambiente intime, kështu për ta servirin për respekt, mos pi as duana që timi të qartë. Po shiten pranë shkollave dhe ambientet dhe më. Kështu që policia ka shumë probleme. Ajo siguria është e tipit kodit penal që dënon rreth për grabitje për gjëra, domethënë kjo është historia, nuk është meritë domethënë e policisë. Është meritë edhe jemi vend i vogël, gjën e bën gjëra, domethënë, por kryesisht është dënimi i rënd që jepet. Domethënë dhe mospasja e emigrantëve. Po ta bëjmë gjër pyetjen. Rrim në fushën tuaj. Sa e kriminalizuar është Shqipëria? Shumë, të paktën shumë e kriminalizuar është. Po kopjon Meksikën domethënë. I dështon një pazar droge, vrasin të vllajën e therin, e bëjnë domethënë gjëra që nuk kanë figuruar më parë domethënë. Kas ka lidhje i vllaj ose kas ka lidhje në një afër domethënë. Plus pastaj shqiptarët, prandaj u thash që ke gjyqtarët e kanë temperamentet, duan të jenë ku do të parë. Mafia shqiptare në kuptimin e mafjes nuk është. Kemi mafia ne? Ja. Jo. Në kuptimin, t'ja u them se ka grupe shumë të rrezikshme kriminale, po jo mafia. Mafia do të thotë që mblidhet kupola këtu, siç jemi në Caburrën, tavolinë terrët atje, me syze që ndoshta edhe se njohin një tjetër. Sepse nga Italia vijnë her pas here deklarata të forta për shembull. Dakor. Po klane familjare, po mafia do të thotë që të mos rash mafia shqiptare shumë e rrezikshme. Ka çik racizëm ka Italia, nëse e ke, domethënë për mendimin tim. Asociacioni. Do të thënë ne kemi vetëm krim të organizuar, jo mafia. Ja ta them, Asociacioni mafiozi edhe për një foto me një mafioz janë dënuar shqiptarë ndalje. Të paktën këto informacione kam. Pak racizëm ka, nuk është se e nisa ta thoja që parë do ta vazhdoj nëse do më lejon. Shqiptarët duan të jenë ku do të parët. Dhe kjo i ka bërë domethënë edhe problematik. Pra kërkojnë, le të themi, marrjen e drogës nga origjina. Në moment që kërkojnë marrjen e drogës në origjinë,
Në këtë moment i ke krijuar problemet. Si ke krijuar problemet? Ai është një treg i vendosur. Hyn ti në atë treg, krijon përplasje me klanet e tjera. Unë nuk them që s'ka krim të organizuar. Krimi organizuar është në super nivele. Kemi Xibrakën, kemi Frakullon, kemi për sasirat radhore droge. E kisha mafje, s'ka mafje në kuptimin e edukatës mafioze. Ka disiplinë mafja. Nuk e kemi ne këtë disiplinë. Në kuptimin e protokollit, po themi të mafjes. Po. S'ka protokoll. Nuk e kemi. Klasik të mafjes. Nuk mund të rrafësh një njeri kot në zonën e që kontrollohet, sepse i krijon probleme. Nuk kur thash nuk mund të dhunosh, e banalizova, nuk flitet pasaj të vrasësh kot. Pyet një tash një njeri që është në Asmariat edhe nëse është pjesë e një grupi mafios, pse po merr hak për vllajën? Absolutisht. Shkon e merr hakun për vllajën dhe s'pyet fare ta zën për kapën, po nuk ndodhin këto atje pra neve na mungon disiplina. Në këtë kuptim e kisha. Pastaj në shkallën e rrezikshmërisë ai se flasim. Domethënë ha diskutim pasaj që. Po organizimi nuk është i kësaj natyre, më tepër është krajinor, lokal fisnor, domethënë miqësor. Nuk është e tipit ta zëm jugun e ka ky grup, s'len ndëry njerëj e tjera, mblidhen marrin vendime, nuk besoj se dhe ju jeni dakord me këtë pjesë. Tu e kisha, nuk flas, nuk doja të zbusja. Ndërsa shqiptarët duke tentuar atje, janë bërë problem për gjitha klanet mafioze. Unë po ju marr shembull si e mendoja. Nuk o di droga e Xibrakës. Grupi më duket që e kërkoi takodiste ishte nga Gjermania, domethënë policia gjermane. Unë si e mendoj unë. Shprishu tregun në Gjermani. Sepse prodhoi shumë. Me herë mafiozët e Gjermanisë fillojnë tash, ata që e shisin. Nga na vjen këtë drogë, nga hyri nga syri, telefonatat, policia në Shqipëri. Kaq janë thjeshta. Shqiptarët kanë kërkuar origjinën dhe duke kërkuar origjinën, pra nga kanabisi, prandaj thash që thatë për Semi, nga kanabisi kanë kaluar ke drogat e forta dhe kanë pasuri prallore. Dhe këto lek duan të investojnë në zgjedhje. Dhe janë vërtet lek shumë të rrezikshme. Mos them pasaj për pastrimin e lekëve e tjera, se më thoshte njëri ti je ekspert çfarë punë keti me çmimet e banesave. Si çfarë punë kam me çmimet e banesave, do blen një tan shtëpi apo s'do blen shtëpi. Qinë gjithë do banesat pa shitur çmimi 4000 euro metë, po ku jemi më? Pastrojnë lek përmes ndërtimit në Tiranë? Patjetër. Kush e pastron këto lek? Në kuptimin. S'po flas për emra, unë e kam. Unë edhe ndërtimin e njoh, domethënë për rasti para ca vitesh kam pas një mini aktivitet shu, po që nuk e justifikojnë ato çmime. Që në moment, po u them do pronari 40%, po e marrim si shumë. Po. 40% herë 2. Po e zëm çmimin e shitjes me kostën. Çmimi i shitjes me kostën 4 ose 5 fish, po e zëm herë 2. Kostës vajti 80%. Po. Kush hyn për 20%? 20% që është për 2 vjet, 3 vjet. Sa i bie? 2%, 5%? Që në momentin që tarifa e pronari është në drejt nivelit ta çojë edhe 100%, as më intereson fare. Nuk jam kundër pronarit. Nuk e di as shpjegova qartë. Pronari të merr 40%, herë 2 që e shet të ka marrë 80% fitimit. Atëherë do ke taks 5% bashki, ke taksa të tjera të vëshëra të gjitha për çfarë i hyn kësaj loje? Kush e bën rregullatorin për të le të themi rregulluar këtë lirimi i tregut e bën rregullatorin. Brenda ligjit lirimi i tregut. Një plan kombëtar, po e themi dyti mas atij, po se jam i dyti që e di, domethënë një plan kombëtar të tipit që as dritaren se bë dot në gjyrë tjetër, masive dhe kush dojlet le dalin treg që plotson parametrat ligjor, ta marrë ta bëhet le jepori më herë. Automatikisht kjo ulë edhe çmimet? Absolutisht po, po le të lirë patjetër. Do gjë ndaluar, po Al Capone kështu tha kur ndalun u iskin, qeveria na ka bërë një dhuratë të çmor. Çdo gjë ndaluar është vërtet bëhet moll. Që se mund marrë lek, ore po ja bëj shumë thjesht, doni ti thjeshtoj më shumë. Është ai ndërtimi i mas teatrit? Po. S'kam asgjë as me ndërtuesin as me zhvillues. Qeveria thot, "Do na bëj teatrin ky." Dhurat. E para nuk po e diskutimit duhet bërë teatri, s'duhet bërë. Ja, është tjetër fare, del nga ne. Po. Mendoni se po të më jepnin mua. Edhe ju mos kujtoni se bëni dot. Mendoni se po të më jepnin mua atë ndërtim, nuk bëja dot një teatr, dhuratën 1000 metra dyqanësh. Kaq thjesht. Është 7000, nuk shkon 7 milionë euro teatr. E zmadhova. 1000 metra dyqan, zëre si kishe. Aman ke pasuri prallore për të jetë. Na bën kështu kryeministri sigurisht bën derdhën se na fyn intelektin ta Erion Velia, ta e dramat.
të dhunojnë intelektualisht, domethënë është kushdo xhanam që të dhunon intelektualisht, mas edhe të krau tjetër, domethënë, po që të fynë, hyri atje në hyrin gar nuk do betonoj asgjë. Të gjitha vendeve që ka thënë Rama jo, Velia i ka thënë po. S'ka lënë lulishte në këmbë. Po nuk e penalizoj për këtë. Po ju them diçka tjetër. Keni ardhur nga Tirana? Nga Durrësi për në Tiranë? Është ajo hinka djathtas? Dakord, bëre hink, nuk e fond. Dakord, në rregull. Para njëra është skandaloze edhe në pjesësi të gjitha e lamat e pjesën e Mikalimit. Po hinkës ti fut në një pallat 20 kaç atje, që ajo gelet hink për të rjetën. Dhe për më shumë se sa inceneratorët, nëse tema inceneratorëve ishte skandal, domethënë në Fier persona në burg dhe inceneratorin këmbë. Në Elbasan inceneratorin këmbë, persona në burg. Në Tiranë s'kishte inceneratorët, tallesh me gjithë miletin, domethënë ja ku është inceneratori, shkoni shikojeni. Kështu që ka krime më të mëdha se kjo. I fut lejen aty, se pa s'bëhet më. S'bëhet më. Inka s'bëhet, do ngelet hink për të rjetën. Bëhet sa dush rrugat e gjera, shishe ujtit, nxjerr ujë sa çka grykun, jo sa çka fundin. Që kaq, po krijove hinka të tilla,